Gjeografi në mundësi, për rajonin tonë nuk është vetëm projekt. Ne kemi një portofol projektesh prioritare me vlerë mbi 2 miliardë euro dhe shumica e tyre janë tashmë të gatshme për zbatim. Porta perëndimore korridorit 8 nuk është më një ide, është një paket projektesh konkrete në terren me financim kontrata dhe afate të përcaktuara. Në të gjithë vendin, korridori është në qendër të strategjisë kombëtare të transportit dhe Shqipëria po bëhet një nga nyjet më të besueshme të këtij projekti. Është moment kryesor për tregtinë. Për Italinë, tregtia është pak a shumë 40% e prodhimit të brendshëm bruto. Objektivi ynë është të rrisim eksportet. Potenciali për aktivitet ekonomik mes Adriatikut dhe Ballkanit është i jashtëzakonshëm. Na duhet të ecim përpara edhe më shpejt, dhe sot kjo lidhet më tepër me qëndrueshmërinë për të lëvizur me siguri, mallrat dhe njerëzit, si dhe për të ngritur kapacitetet tona. Drejt integrimit më të thellë evropian të korridorit 8. E rrugave tashmë është miratuar dhe në kuvendin jashtëzakonisht shumë të rëndësishme, ndërmjet për korridor i bashkangjisim të objektivi i konsolidimit të korridorit 8 si prioritet europian në kuadër të TEN-T dhe zgjerimit të BE-s, në veçanti për ne si Shqipëri, pozicionimi i Shqipërisë si një kyçe ndërlidhse si porte Adriatikut dhe përshpejtimi i projekteve prioritare përmes një koordinimi të ngushtë me partnerët tanë europian dhe financiar, do të mundsojë zbatimin me eficiencë të këtij projekti. And Bulgaria, so me and Antonio are looking forward to attending